Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Ditën e sotme për të folur çdo gjë. Për të folur mbi gjithçka që në fakt ju jeni kureshtar ta dini, por edhe unë dua t'ua them. Kemi patur shumë lëvizje ditës së djeshme, pas ditën e djeshme, brënda natës, do me thënë lajme pa fund, lëvizje pa fund dhe bomba të mëdha televizive. Big Brother VIP Albania, një nga platformat më të mëdha digjitale, një nga formatet më të ndjekura të televizionit, po starton në dhjetor. Tani për të qenë koherent, ju e dini shumë bukur, ju të cilët jeni ndjekës të mi, të pandalshëm, e dini shumë bukur se si unë i kam komentuar dhe se si unë i kam sjell platformat digjitale si puna e Big Brotherit pranë jush. Do me thënë, Big Brother, me sa unë kam arritur ta kuptoj, ka një lloj rregullore që çdo vit të zbuloj çdo gjë, në kuptimin e logos, në kuptimin e skenës, në kuptimin e skenarit, në kuptimin e shtëpisë, në kuptimin e arredimit të shtëpisë, çfarë ngjyrash do të përdoren, çfarë detajesh do të përdoren, e shumë gjëra të tjera. Do të thënë është një reality show që bazohet në një libër. Ledion Liço, së bashku me Lori Hoxhën dhe Sara Hoxhën, ditën e djeshme kanë postuar promon e parë. Promon e parë e cila tregon që Big Brother do të vinë në dhjetor. Unë ju kam thënë gjithmonë që Big Brother do të vinë në dhjetor, sepse Top Channel ka bërë një lloj, le të themi një lloj rituali çdo vit që Big Brotherin e sjellën në të njëjtën ditë edhe në të njëjtën kohë. Zakonisht Big Brother ka startuar më datën në 24 dhjetor, natën e Krishtlindjeve, sepse vetë ndoshta personeli e quan si një lloj bekimi, e quan si një lloj mirësie, e quan si një lloj udhërëfim i mirë për një sukses të jashtëzakonshëm, sepse ne kur i nisim gjërat në ditë të caktuara, i quajmë si bekim. Tani, kishte hamendësime të ndryshme që nuk do t'jetë Ledioni moderator, marrëdhënia e Ledionit edhe Sarës është e prishur, janë çifti është shkatruar, etj. Unë gjithmonë kam qenë i mendimit që këto janë thjesht lajme koti, të cilat nuk kanë një bazë, të cilat nuk kanë një rrugë drejtimi se ku përfundojnë. Por ky lajmi me patjetër i ndihmoi Ledionit edhe Sarës për ta mbajtur aktiv. Tani ju e patë që Big Brother i ka shumë gjyra në logon që është postuar ditën e djeshme në faqen zyrtare në televizionin Top Channel. Logoja apo syri i famshëm i Big Brotherit nëse vitin e kaluar ishte një sy i frikshëm, një sy i dhimbshëm, po ta shikoje këtë vit kemi të bëjmë me një sy me shumë gjyra, që kjo nënkupton. Brënda asaj shtëpie do të futen karaktere shumë ngjyrash, do të futen njerëz me natyra të ndryshme, me personalitete të ndryshme, me histori të ndryshme, me tematika të ndryshme. Domethënë, kemi të bëjmë me një spektakël që në qoftë se 4 vite më herët na ka mbajtur mbërthyer për ekranin 24 orë, jam i bindur që këtë vit, duke njohur dhe kapacitetin të Ledionit, Sarës së Lori, do na mbaj për 48 orë. Do me thëmë, pikërisht, 2 ditë para fillimit të Big Brother VIP Kosovës, Big Brother VIP Albania lançon lajmin e madh gjigant dhe në këtë mes, unë shoh një lloj konkurrence të luftës së madhe të klikimeve, të luftës së medjes dhe të asaj se çfarë në fakt do të sillet në medjen shqiptare. Duket që zyrtarisht ky Big Brother do të menaxhohet nga Sara dhe Lori, nga 2 motra të cilat kanë bërë një sukses të jashtëzakonshëm, dhe moderatori i këtij spektaklit do të mbetet Ledion Liço. Jam i bindur që televizioni Top Channel, duke njohur dhe strategjinë e reklamës se si e përdorën, në ditët në vazhdim do të na zbuloj pak e nga pak
në formë, le ta themi si në ajër, do të na zbuloj se kush do të jetë opinionisti i këtij spektaklit, kush do të jenë disa nga banorët e përzgjedhur që do të jenë pjesë e një spektakli që është shumë i pritur. Domethënë, nëse kishim vitin e kaluar Big Brother VIP Albania 4 të pritur, ne gazetarët që merremi me këtë punë, më besoni që mund t'ua tregojmë fiks statistikën se si është këtë vit. Domethënë, këtë vit është 10 herë më shumë pritshmëria më e madhe dhe dëshira e publikut për të ditur detaje rreth këtyre reality show-ve që po na shkatërrojnë në mendime, po krijojnë debate, po i kthejnë qytetarët, i kthejnë në le të themi në një lloj detektivi për të kuptuar sa më shumë gjëra. Do të thënë Big Brother VIP Albania po vjen në dhjetor. Unë jam i bindur dhe ju kam premtuar siç çdo vit tjetër unë do të komentoj të dy Big Brotherat sepse këtë vit presim nga të dy formatet që do të krijohen fenomen interesant, do të ketë histori interesante, do të ketë lojra interesante. Por ju çfarë duhet të bëni? Bëni subscribe kanalin tim. Tani unë po që se t'ju kisha folur më së shumti për Big Brother VIP Albania, do të kisha gënyer thjesht për gjëra të cilat akoma nuk janë bërë publike, por publike aktualisht është që Big Brotheri do të startojë në dhjetor, Big Brotheri i Shqipërisë, dhe moderator në Big Brotherin e Shqipërisë vazhdon të mbetet Ledion Liço, duke mos hequr dorë nga Arber Hajdari si opinionisti vazhdueshëm i këtij reality show, dhe një zëvendësuese tjetër në këndin e opinionistes që pritet domethënë të jetë një nga emrat, duke njohur dhe strategjinë e topit, një nga emrat të cilat janë më të klikueshme në rrjetet sociale që ne mund ta mençojmë që mund të jetë edhe Eglitako, pse jo, sepse është një ndër vajzat më të ndjekura në rrjetet sociale. Ju mund të shkruani mendimin tuaj në koment dhe jepni idenë, mendimin se si ju e mendoni se do t'jetë kjo shtëpi, pasi që kemi një logo me shumë gjyra, çfarë fshihet brenda asaj logos e shumë gjëra të tjera.